Britania e Madhe do t'i kërkojë Kosovës të pranojë emigrantët që mborrin me varka të vogla si pjesë e planeve për të hapur një seri qendrash kthimi jashtë vendit, ka zbuluar gazeta britanike The Times. Shteti i Ballkanit Perëndimor është në një listë të shkurtër prej 9 vendesh të përpiluar nga ministrat dhe zyrtarët si destinacione të mundshme për qendra jashtë vendit, ku do të dërgoheshin azilkërkuesit e refuzuar pasi të kenë shterruar të gjitha mundësitë e apelimit në Mbretërinë e Bashkuar. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka deklaruar gjithashtu se vendi i saj do të ishte i hapur për bisedime mbi një marrëveshje të mundshme për të pranuar azilkërkuesit nga Britania. Kosova i bashkohet Serbisë, Maqedonisë së Veriut, Bosnjë-Hercegovinës dhe disa vendeve jashtë Europës që janë përfshirë në listën e vendeve me të cilat ministrat britanik synojnë të hapin negociatat. Nuk ka nisur ende bisedime zyrtare me asnjë vend, por besohet se ministrat britanik dëshirojnë të kenë bërë përparim deri në momentin kur Britania të presë një takim të liderëve të Ballkanit Perëndimor në Londër këtë vjesht, ku emigracioni i paligjshëm do të jetë në krye të agjendës. Ministrat kishin shpresuar që Shqipëria do të pranonte të strehonte një nga qendrat e kthimit të Britanisë, por kryeministri Edi Rama e përjashtoi këtë javën e kaluar, thekson The Times. Burimet e larta qeveritare thanë se Kosova është një vend i mundshëm për ngritjen e një qendre kthimi, pasi ndodhet në njërin nga rrugët kryesore që përdorin emigrantët e paligjshëm drejt Bashkimit Evropian. Kryeministri britanik Keir Starmer po përballet me presion në rritje për dështimin e tij në frenimin e numrit gjithnjë më të madh të emigrantëve që mborrin me varka të vogla në Britaninë e Madhe.